Mësuesi prek përjetësinë. Kështu ishte emërtuar veprimtaria për 7 marsin, ditën e mësuesit, organizuar nga Zyra Vendore e Arsimit në Shkodër. Në shenjë vlerësimi për arsimtarët e dieshëm dhe të sotëm, aktiviteti nisi me panajirin e mirënjohjes, ku ekspozuan fotografi të mësuesve që kanë lënë gjurmë në arsim. Më pas ceremonia solemne vijoi me urimet dhe mesazhet e drejtuesve vendor të arsimit dhe të bashkisë, të cilët vlerësuan rolin kyç të mësuesve në formimin e brezave të rinj. Shkodra ka mësues, edukator të gjitha niveleve, të cilët me punën e tyre plot pasion dhe përkushtim e rëndisin qytetin e Shkodrës në elitën e arsimit kombëtar. Asnjëherë nuk është mjaftueshëm dhe nuk është teprueshëm të themi që ushtrojmë një profesion që është një mision i vërtetë. Ju të dashur mësues, vazhdoni dhe ushtrojeni profesionin tuaj dhe misionin njëkohësisht për edukimin e brezave dhe shpalosin gjithë dashurinë, mirësinë dhe përkushtimin tuaj në mënyrë që të lini gjurmë të nxënësit tuaj. Mësuesi lejë gjurmë të pashlyer dhe është shumë e saktë dhe shumë emocionuese kjo shprehje. Mësuesi prek përjetësi. Gjatë këtij aktiviteti u vlerësuan edhe nxënësit fitues të olimpiadave kombëtare. Veprimtaria kulmoi me ndarjen e certifikatave të vlerësimit për mësuesit që këtë vit dalin në pension. Me një mesazh të veçantë mirënjohje dhe respekti, ky aktivitet rikujtoi edhe një herë se puna dhe përkushtimi i një mësuesi jeton përtej viteve, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në jetën e nxënësve edhe në historinë e arsimit.